Mesnata e së shtunës nuk ishte as pak e qetë brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Dhe shkaku kryesor ishte shkurta. Banorja vendosi të merrte iniciativën dhe të çrregullojë gjithçka që i dilte përpara. Nga mobiljet e karriget e çdo sendi tjetër, shkurta lëvizi dhe përmbysi gjithçka, duke krijuar një kaos që la pa fjalë banorët e tjerë. Veprimet e saj kanë tërhequr menjëherë vëmendjen e publikut, i cili po komentonte mbi këtë veprim të papritur dhe energjinë e saj të paparashikueshme. Megjithatë, mbetet ende e paqartë nëse kjo ishte një pjesë e strategjisë së saj brenda lojës, një mënyrë për të tërhequr vëmendje, apo thjesht një impuls momental që e shtyu të vepronte në këtë mënyrë. Shikuesit po përpiqen të kuptojnë arsyen pas këtij veprimi dhe se si do të ndikojë dinamika brenda shtëpisë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.